Selam aleikum shikues të nderuar të Radio Televizionit Iliria. Jemi në emisionin e fundit të muslimaneve në përbot për këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Me shpresë që do ta presim edhe Ramazanin tjetër me të njëjtin emision me motrat tona muslimane në vende të ndryshme të botës. Sot kam nderin dhe kënaqësinë që të ftuar virtuale takim Luljeta Beqirin, një grua e cila punon dhe jeton në Gjermani. Selam aleikum Luljeta. Aleikum selam Vera, përshëndetje për ty dhe për gjithë teleshikuesit tuaj. Faleminderit për pjesën. Faleminderit. Që pak arsyeshme të jemi dhe jo në pjesë e këtij emisioni. Faleminderit shumë ty për kohën që e ke nda për ne. Luljeta, qysh është Gjermania në këto ditë të fundit Ramazanit? Po mirë, Vera, kështu në përgjithësi është moti preskët me shik, po ditë, jo edhe shumë i ftohtë, as shumë i nxehtë, domethënë ka marrë kështu për ne agjeruesit shumë i përshtatshëm. Në përgjithësi kështu jemi këtu shumë shqiptarë, shumë muslimanë dhe organizohemi ndonjëherë kështu qoftë për namaz teravi, qoftë për domethënë tash namaz natë ndonjëherë. Po në përgjithësi domethënë mirë, kështu është atmosfera Ramazanit krijuar kështu ne mes veti edhe. Okej. Keni shoqëri ju shqiptar, komuniteti shqiptar atje gjatë këtij muaji apo? Urdhra, se nuk dëgjova. Po. Keni kontakte apo iftare apo bashkëpunime gjatë muajit Ramazanit komuniteti shqiptar atje? Po, patjetër vlen. Këtu ne kemi objektin që ne shfrytëzojmë si domethënë xhami. Nuk është objekt që kemi ble, se ne një objekt tjetër e kemi ble, po ende nuk është në funksion. Kështu që për momentin jemi në atë me qera, që është një objekt i përbashkët që shfrytëzojmë kështu ndonjëherë vëllezërit tanë, ndonjëherë me motrat besimtare. Edhe kështu, domethënë kemi pas një iftar shumë të madh, më shumë se 130 veta kemi qenë, edhe alhamdulillah ka qenë një atmosferë shumë e këndshme kështu, kemi bërë iftarin, namazet bashkë. Edhe sigurisht mes motrash kemi kaluar kështu çaste shumë të mira. Jemi edhe me lexim Kurani online bashkë me këto motrat e grupit këtu. Pastaj kemi qenë një iftar në Munich të Gjermanisë, që është këtu qyteti më i madh afër nesh. Edhe aty ka organizim kështu të shqiptarëve, të motrave tona muslimane shqiptare, edhe kështu domethënë kemi edhe privatisht disa iftare, shkojmë vetëm grupe të vogla në ndonjë restoran, tek njëra tjetra, dhe kështu në përgjithësi, domethënë jemi të organizuar edhe kalojmë shumë mirë gjatë këtij muaji. Luljeta, në iftarin që e keni organizuar në xhami që tregove që kanë qenë më shumë se 130 veta, a keni dërguar ju vetë ushqime apo i keni porosit apo çush ka qenë kjo pjesë? Jo, me thonë drejtën se ky është viti i 6, Ramazani 6 që unë po e pres në Gjermani, edhe kështu, domethënë çdo vit kemi organizuar. Disa vite kemi pasur nga 2 iftare, këtë vit vetëm një, për arsye se edhe ne motrat kështu më të ngarkuara dhe nuk është që po mund të merremi shumë me të organizime, po gjithsesi e bëm këtë organizim që ishte shumë i madh dhe sigurisht sfidues. Një herë patëm provu kështu të sjellim ushqime secila, po u bën një rëmuje vërtet dhe ishte shumë e vështirë ta menaxhojmë. Kështu që e bëm tjera edhe këtë vit, pra që ushqimin ta porosisim, patjetër një ushqim solid, jo shumë i ngarkuar, jo shumë gjëra. Se për shkak të numrit të madh dhe krijuaj pastaj kalorije, kështu ishte më e vështirë për ta menaxhuar. Andaj e porositëm ushqimin, pijet e këto gjërat, po kishim dhe ligjëratën e mësueses tonë që e kemi këtu mësuesen e Kuranit, pastaj poezi, ilahi, e kështu si një formë programi kishim organizuar. Po, Luljeta, dëgjum për pjesën e organizimit që ju e keni, do thotë si komunitet shqiptar, mirë po në qytet, jashtë shtëpive tuaja, a vrehet atmosfera, ndjehet apo nuk ndjehet Ramazan? Për shkak se është... Në drejtën vlerë edhe ndjehet, sepse ka kështu komunitet musliman përgjithësi dhe të nacionaliteteve tjera. Këtu kemi për shembull 2 xhami të turqve, një bosnjakëve, 2 të arabëve, e jona e shqiptarëve, kështu që domethënë ky qyteti ku jam nuk është edhe shumë i madh. Për të qenë gjitha këto xhami, kështu që kjo nuk kupton se ka komunitet musliman të gjitha nacionaliteteve. Edhe me të drejtën kështu ndjehet atmosferi jashtë, sidomos në kohën para iftarit, nuk është ka shumë lëvizje, nuk ka shumë vetura, ashtu tamam. Vrehet që është Ramazan. Po, që para iftarit gjithë brenda kështu, me familje, me të dashurit për takimet.
atë moment. Po, shumë e mirë kjo për ju. Lehtësim i madh besoj. Po. Për shkak se krijon atë me vërtet mirë vlerë, kur ka marrë fillim, unë nuk e kam besuar që Ramazani ka me qenë kështu kaq i mirë, sepse nuk e kisha shumë idenë si do të ishte, dhe sigurisht e ndjeja ndoshta momentet mungesën e Ramazaneve në Kosovë. Mirë po që në Ramazanin e parë më ndryshoi kjo përshtypje, sepse sigurisht komuniteti e bën vetën, shoqëria edhe nuk na lini shumë ta ndjejmë atë mungesën e Ramazaneve në vendin tonë. Po, Luljeta, ju jeni edhe gazetare me profesion, njëkohësisht keni edhe një emision një radio-televizioni Pendimi, që gjithmonë konsideroj që ka musafir që ti tenton me i përgjith cilë të ofrojnë vlera dhe ofrojnë diçka të mirë për ata që i shikojnë. A mund është me na tregu sa është e vështirë me funksionu prej Gjermanisë me një punë të më thonë të tillë? Por, me thonë drejtën vlerë, në fillim ndoshta pritjet e mia nuk kanë qenë dhe shumë të mëdha që do të kem sukses. Se kështu edhe unë mendoja që në largësi ndoshta ishte më e vështirë. Ndoshta është e vështirë për atë pjesën që mysafirët nuk i kanë kështu afër. Po. Kem atë kontaktin e drejt për drejt, po njërën anë kështu motrat në përgjithësim duke ndjen më komode nëpërmjet linjës telefonike. Edhe përgjigjen më lehtë, edhe ka më të lehtë në këtë pjesën që mund t'i kem mysafirët nga vende të ndryshme, qoftë nga jashtë territorit Kosovës, Shqipërisë, edhe domethënë në Kosovë në shtete të ndryshme. Domethënë në një farë forme kjo mundësi ka qenë shumë e përshtatshme, për arsye se siç thash kam pas profile të ndryshme të motrave dhe nga vende të ndryshme. Dhe në një farë forme kemi sjell atmosferë ndryshe nga vendi në vend nëpërmjet radios, kështu për gjatë këtij Ramazani. Po. Edhe ndoshta kjo ka qenë ajo e bukur e realizimit të këtyre emisioneve, që po e vazhdojmë, se kemi pas çdo ditë përpara iftarit një emision, edhe unë një emision javor kështu vetëm me motrat tona. Edhe ka qenë sigurisht sfiduese, ngarkesë në vete, por se elhamdulillah me ndihmën e Allahut edhe me kontributin e motrave, bashkëpunimin e tyre, ja kam dalë po them që ti realizoj me sukses deri më tani. Mashallah, Zoti ju dhash sukses dhe me tutje. Alhamdulillah. Po inshallah, si dhe bashkë. Amin. Luljeta, çysh është për ju si nane edukimi i fëmijëve në Gjermani? Çysh e ndjen? A është sfidë apo është njëjtë si në Kosovë? Sigurisht lira siç të thonë, po besoj tashmë edukimi i fëmijëve është sfidë në vete. Mirë po, domethënë përpiqem të kapë përparësitë që jep secili vend, por ndoshta dhe secili prind, domethënë mund të qaset ashtu fëmijëve që t'i ofrojnë një edukim sa më cilësor, përkundër vështirësive. Tash nëse e bëjmë një krahasim ndoshta, kur shkojmë në Kosovë dhe kur jam këtu, me thënë drejtën shumë herë më lehtë më duket që këtu e kemi, sepse e kemi parasysh me çfarë kulturash kemi të bëjmë, edhe nuk është njerëzit këtu shumë po e përdor kushtimisht shtiren, domethënë janë ata që janë, domethënë shohim, i njohim, e dimë kë kemi të bëjmë edhe mbas të asaj edhe diskutojmë me fëmijët, i përgatisim domethënë për atë që po i pret, edhe që do t'i pres në jetë. Janë disa rregulla më strikte kështu në përgjithësi që i përdorin prindërit veçmas, edhe kjo ndoshta na ka lehtësuar pak punën edhe neve, se sidomos domethënë në orat 8 këtu gjitha mbyllen shitoret dyqanet në përgjithësi, nuk është që ka shumë jetë të natës. Edhe ndoshta se djali im për pak po hyn në adoleshencë, edhe ndoshta do të mund të kishte dëshirë të ishte në ato organizimet siç i bëjnë të rinj, por shoh që në përgjithësi shoqërinë e ka kështu rrethinës këtu ku jetojmë, edhe gjithë me orën 8 hyn brenda edhe përfundon gjithçka. Kështu që gjatë ditës janë të organizuar në shkolla, aktivitete sportive, ka mundësi mjaftueshëm për fëmijët, për të rinjt. Kjo ndoshta është ajo përparësia më e madhe që edhe nuk lë shumë hapësirë ndoshta për një devijim, ta quaj kështu kushtimisht ose vështirësi në edukim. Krejt që na bie ndoshta pak vështirë është se jemi vetëm, për shembull unë dhe bashkëshorti, edhe në përgjithësi jam kështu familjet të organizuara dhe me gjitha duhet merrem vetë me punët, me organizimin, me fëmijët, nuk ke ndoshta një dorë ndihmëtare sikurse mund ta kesh në Kosovë. Që i ke prindërit ose motrën, vllaun që ndonjëherë edhe mund t'ja besosh fëmijët, edhe kështu domethënë duhet merresh me gjitha vetë. Kjo është sfida, po me një organizim më të detajuar,
kështu në përgjithësi ecën mirë dhe alhamdulillah deri më tani mirë, po neve vetëm jemi në fillim, thash se djalë është pak më i ri. I jetë më i vogël edhe çojmë për gjatë rrugtimit pastaj si do na ecën. Po. Luljeta, a të ka ndodhur ndonjëherë për shkak se ju me sa e di jeni mbulu në Gjermania, po? Po. Okej. Tash ju jeni mbulu atje edhe keni përjetuar ndjesin çfarë njerëzit ta kanë ofruar në momentin që të kanë po me Shami si në Kosovë si në Gjermani. Ku je ndje më rahat me Shami? Dhe me thonë drejtën, unë me besimin islam kështu kam qenë mishruar qysh do më thonë shumë më e re kur isha, edhe do më thonë mbulesën sigurisht që e kisha kështu në ato prioritetet e mia, po sikurse ndër pas shumë familje tek ne që janë musliman, po nuk është janë praktikantë dhe sidomos në atë pjesën e pranimit të zgjedhjes së fëmijës janë paksa më ndoshta jo shumë bashkëpunues, po thoja, edhe prindërit e mi kështu familja ime, po nuk është që kundërshtonin me ngujt, mirë po nuk është që edhe shumë e mirë presnin. Andaj në Kosovë e kisha këtë sfidë që nuk po mund ta vendosja, Allah më fal. Edhe në Gjermani përkundër vështirësive të tjera të ardhjes, të adaptimit e gjitha të tjerave që mund të jenë në një shtet të ri, unë në këtë drejtim u gjenda shumë mirë pra në aspekt fetar, sepse fillova mësimin e leximit të Kuranit, pastaj vendosa mbulesën atë vit. Edhe me thënë drejtën vlerë për asgjë nëse nuk ja ka vlejt ardhja këtu në Gjermani. Në këtë rast ja ka vlejt për këtë vendimin tim që do të vendosua. Edhe nuk ishte asnjë problem, domethënë kur kam dalë në qytet, sikurse gjitha të tjera edhe nuk ishte asnjë shikim ashtu të çuditshëm. Në kaq në Kosovë po, gjithsesi, se domethënë edhe nuk e kanë ditë, po edhe domethënë ashtu kur kam pa ajo përshtypja e parë, wow, a kështu, domethënë për këtë pas ke shku, më thëshin në Gjermani, se ndoshta edhe ata vetë e kanë kuptuar që e kam pas më të vështirë në Kosovë ta vendos. Po gjithsesi domethënë atë fazën e parë të fillimit të vendimit për mbulesën e kalova shumë mirë, alhamdulillah, edhe pastaj gjithçka në rregull. Elhamdulillah. Të them të drejtën, pak po më gëzon fakti që keni rehati në vendet ku jeni me Shamia, mirë po me të gjitha musafiret virtuale që i kemi pas të muslimanet në përbot, po thuaj se të gjitha kanë pas në njëjtën përgjigje, që në vendin ku jetojnë jashtë Kosovës ndjehen më rehat sa i përket pjesës mbulesës. Patjetërisht. Unë me të drejtën ndjehem mirë për këtë fakt se po jetoj tashmë këtu, për veten, për gjitha motat kësaj që janë këtu përreth. Po në mirë në ndoshta nuk më pëlqen ky fakti që ndoshta më lehtë është këtu se sa në Kosovë. Për shembull, kam bash mbulesën, po inshallah edhe aty po më duket që vetë se ka pak më shumë lëvizje pozitive në këtë drejtim edhe po besoj që do të jemi në rregull për disa vite të ardhshme. Inshallah. Luljeta, e di që kemi edhe shumë çka me fol, mirë po kohën e kemi pak sa të kufizune. Kështu që unë falenderoj shumë për kohën që e ke nda për ne dhe për kontributin që e ke dhënë në emisionin tonë. Unë e dish tani se diçka për fund. Po, gjithsesi. Që kam pas disa paraqitje, po e harroj me citat më të rëndësishme. Po, gjithsesi. Se ndoshta këtu po flasim vetëm për anët pozitive të qenurit në një vend jashtë vendeve tona shqiptare. Ndoshta po krijohet ajo përshtypja që neve ose gjithë të tjerët po dalim jashtë sepse po e gjejmë kështu ambientin më të mirë se sa në vendin tonë. Sigurisht që fillimisht ka qenë ajo, por me kohë, domethënë kemi pa që nuk është gjithçka e mirëqenia ekonomike që e mendojmë të gjithë. Mirë po, në rastin tonë, për shembull, edhe po mendoj që të shumë të rinjve e krejave do të shërbente për mirë, pak dalja jashtë vendit, për të pavarësuar si individ, sepse ti e din jetojnë me familje të mëdha, me prindërit, me ata që i marrin përgjegjësitë dhe barrat e jetës. Kështu që neve nuk na mbetet shumë edhe ku duket nuk jemi shumë të përgatitur për jetën, jo të gjithë, kuptohet ka përjashtime, por unë në rastin tim dhe bashkëshortit tim ka qenë kështu. Andaj ndoshta më shumë për këtë fakt e vlerësojmë pozitive qenurit jashtë vendit, sepse jemi pavarësuar edhe kemi marrë përgjegjësitë e jetës pikërisht nga këto rrethana që na janë kriju këtu. Edhe pse jo e kemi mendjen sigurisht që të kontribuojmë në vendin tonë, mundohemi në forma të ndryshme dhe kemi edhe në mendje edhe atë që një ditë se jo të kthehemi inshallah edhe ta japim kontributin edhe më të madh ndoshta për vendin tonë.
Faleminderit shumë për këtë mesazh kaq të mirë dhe kaq dobishëm për Kosovën, Luljeta. Po, faleminderit gjithashtu për te vlerë, suksese dhe më fund të jenë punët e tua, Allah t'i lehtësoj. Amin. Bashkë me ju. Faleminderit shumë, mirupafshim kur vjen Kosovë, inshallah. Selam aleikum. Selam aleikum. Aleikum selam. Faleminderit shumë që na shikuat në të gjitha këto emisionet e muslimaneve në përbot. Shpresojmë që me lejen e Zotit do ta presim edhe Ramazanin tjetër dhe do të jemi ndoshta bashkë inshallah. Selam aleikum.